Përshëndetje nga sofra shqiptare, kam sjellë recetën e kolpitës apo pitës së shpejtë e përgatitur në mënyrë rrethore, shumë e shijshme e thjeshtë, përgatitet me pejë të gatshme e mbushur me xhiz. Besoj se kam ju pëlqy kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen e kësaj pite, si zakonisht kur përgatis pite dhe kësaj radhe do veproj në mënyrën e njëjtë, edhe pse pitja është me pejë të gatshme. Në fillim do e përgatis mbushjen, këtu kam 500 gram me gjiz të freskët, ja shtoj 250 gram me kos, shtoj në krip, kripa zakonisht shtohet sipas dëshirës, ndoshta keni gjizën e kriposur, mund t'i shtoni më pak, nëse është pak krip i shtoni më shumë, dhe ja shtoj në 2 vezë, dhe masën vetëm se e përzi mirë derisa ta fillojmë një masë të njëtrajtshme. Shtoj përzimë dhe mbushja do jetë gati. Mbushja është gati, tash marrim pejtat e gatshme. Kam 500 gram me pejë të gatshme, marr 2 pejta, tjera t'i rrokollis përsëri, i la në njërin skaj tavolinës. Marr kështu, marr njërën pejt, kujdes mos t'i coptoj. Janë shumë të holla, mund të coptohen. Hedhi pak vaj, sipër pejtës, kështu, spërkas. Vendosi pejtën e dytë. Kujdes pra, se coptohen shumë lehtë, pasi janë shumë të holla. Përsëri ja hedhi pak vaj dhe kaloj mbushjen, kështu nga njëra anë, e përhapi mbushjen në njërin skaj, ku do formoj rollën. Mjaftueshëm ka mbushje, e spërkas pak me qumësht kështu, të zbutet, mjaftueshëm është, dhe bëjmë rrokollisje. Pra në formë rolle, ka e kemi vendosur mbushje, kështu, rrokollisjen e bëjmë. Në formë rrethore bëhet kjo pite, si kur bureka, është e shijshme. Marrim tepsinjen e kam me dimensione 30 cm, kam vendosur kështu letër për pjekje në tepsi, dhe i hedhim vaj, kështu mbi letrën për pjekje, pak hedhim me bullëk, dhe marr rollën e formuar dhe vendosim në mes të tepsisë, duke ia vënë formën e një rreth. Në mënyrën e njëjtë vazhdojnë atutje me gjithë pejtat, kështu, duke i marrur nga 2, duke ju hedhur vaj, në fillim njërës, pastaj vendosim pejtën tjetër. I hedhim vaj, ja kaloj mbushjen, pra përgatitni këtë pite vetëm se për 10 minuta, kur keni të lodhur, vini nga puna, kur keni mysafir të papritur, në një shpejtësi të madhe, mund të përgatitni këtë pite.
kalojnë pak shto, qumësht të sfërkosim. Bëjmë rokollisjen, pra rokollisim si kur dy petat e para, në fund të rove. Pra, këtë mënyrë bëjmë rokollisjen. Tamam, si një pite rrethore apo kuldyre, mbarët se si i thoni, e vendosim në tepsi dhe bëjmë në formë rove. Vazhdojmë tutje në mënyrën e njëjtë, kështu, duke i marrë nga dy petë, duke i spërkatur me vaj, qumësht, duke ja kaluar mbushjen, mënyra e njëjtë vazhdon tutje. Vendosim dhe petën e fundit në tepsi. Patjetër në tepsin duhet të ketë letër për pjekje. I hedhim sipër pak vaj, kështu e spërkasim me vaj, mjaftueshëm, dhe do e spërkasim me qumësht. Qumësht kam dikon rreth 50-60 ml për hapi kështu qumështi. Ndihmon që të zbuten petat gjatë pjekjes. Gjatë kohës së përgatitjes e kam nxjerr furrën në 220 gradë dhe do e pjeki në atë temperaturë, kështu. Mjaftueshëm është qumështi. Fos në furrë të nxjerr 220 gradë dhe e pjeki rreth 20 minuta. E kam largu nga furra, është pjekur kopitja, ka një aromë jashtëzakonisht të mirë. Tash e mbuloj me një tjetër këto, e lajmë që të tuhet dhe është gati për konsumim. Kopitja është tuhur pak, tash e kthejmë te kjo ena që kemi bërë mbulimi. Kështu. Largojna tepsine, e largojna letrën për pjekje. Ka dalë shumë mirë. Tash përsëri ja vendosim tepsinën dhe e kthejmë në tepsinë. Ka marrë një pamje jashtëzakonisht të mirë.
Kolpitja është gati për konsumim, ta ndoj një pjesë dhe ta shihni se si ka dalë. Dhe i ka dalë shumë mirë, nuk dallon nga kolpitet e përgatitura me petë në shtëpi. Është e shishme nga pamja, nga jashtë është krokonte, kurse nga brendësia është e butë. Dhe se shija nuk ka për mi mungu. Ja, dhe si duket. Ka marrë një pamje jashtëzakonisht të mirë. Gjithë ju motra që përgatisni në këtë mënyrë pite rrethore apo kolpite me petë të gatshme, ju bëft mirë. Ju faleminderit që ndoni kohë vazhdimisht për recetat e mia. Jepni komente të bukura, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.